Pallati i djegur në zonën e farmacisë 10 do të rindërtohet plotësisht. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu, gjatë një takimi me banorët e prekur nga djegja e pallatit, i siguroi ata se për një muaj do të nisin punimet. Kështu që ne do t'i vëmë të gjithë institucionet në dispozicion që të punojnë në një kohë rekord. Së bashku me Bashkinë e Tiranës, unë komunikova, do të marrin masat edhe për të gjetur hapësirën për një bonus qiraje me qëllim që të akomodohen sipas. Numri 2 i qeverisë dha lajmin se po shihet mundësia e bonusit të qiras për akomodimin e banorëve. Është garancia që ne do ta na keni në krah deri në fund të procesit, derisa pallati të kthehet në gjendjen për të cilën ju keni paguar. Është e rëndësishme të mbarojë procesi i hetimit, të na nxjerrë përgjegjësi penale nëse ka. Kjo ngjarje na ka dhënë një mësim që do duhet ta reflektojmë në masa konkrete. Por ajo që ka rëndësi është që ashtu siç e deklaroi kryeministri, firma e ndërtimit merr përsipër për të rikthyer të gjithë apartamentet dhe të gjithë godinat apo hyrjet e dëmtuara në gjendjen në të cilën ju i keni blerë. Më herët ka reaguar dhe kryeministri Edi Rama, i cili u shpreh se apartamentet do të rindërtohen tërësisht, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve për të siguruar banesat e tyre.